Tashmë edhe kryetrajneri I skuadrës së Bashkimit është coach, you control the game at all, you had the lead, the difference. Was there anything that you didn't like tonight or something that went wrong by your perspective? We improve on a defensive end comparing to the last game. This gives us a little more confidence. Of course, this consistency in offense, we have some gaps during the game, but overall we are happy with the win. What is important, we are facing this team in a very short period 3 times, and it's not easy to be always mentally and physically ready, but we will try our best in Wednesday to be on the same level. Do you think that the game will go in the same way also on Wednesday against them? I asked their coach if there any player who will come back. Nobody's coming back even for that game. So do you think that it will go the same way? I really don't know. Every game is a different, let's say, situation. Today we were a little, let's say, lucky because their player, Rodrigo Bailey, make the 2 technical fouls in a row, and he's very important for them. So I expect more challenging game, but I also expect after 3 games of suspension, and I'm using this opportunity to call the fans, to have a packed arena. Game is important, semi-final, so with this support we can be better. Thank you, coach, very much. Thank you. See you on Wednesday. All the best. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës së Bashkimit. Tha kryesisht jam I kënaqur me paraqitjen dhe me gjithë atë se çka kemi bërë. Kemi përmirësuar mbrojtjen për dallim me ndeshjen e kaluar, por në sulm kemi pasur disa hapësira që kemi mundur të reagojmë më mirë, gjithsesi tha që gjërat shkuan mirë. Është e rëndësishme të vazhdojmë me kësaj lloj paraqitjesh ndaj skuadrës së Sigal Prishtinës. E dim që për një kohë të shkurtër do të kemi 3 ndeshje ndaj kësaj skuadre, duke përfshirë pra edhe 2 ndeshjet e kupës, dhe tha që është e rëndësishme që të vazhdojmë në të njëjtin nivel edhe në ndeshje tjera. E pyeta se nëse mendojnë që do të shkojnë gjërat njëjtë edhe në duelin e radhës të mërkurën brëma që do zhvillohet këtu, duke marrë parasysh që tek Prishtina nuk rikthehet asnjëri nga lojtarët. Tha sonte ishim pak me fat pasi që Rodrigo Bailey u ndeshkua me ato teknike dhe u diskualifikua. Ai është një lojtar shumë I rëndësishëm për skuadrën e Sigal Prishtinës dhe kjo ndikoi që sonte të shkojnë gjërat më mirë. Tha shpresoj që të kemi një ndeshje më sfiduese në duelin e radhës, ndërsa tha që e shfrytëzoi rastin që t'i ftoi edhe shikuesit të jenë të pranishëm në palestër, pasi që tashmë Bashkimit I ka përfunduar ai dënimi prej 3 ndeshjeve pa shikues në mesin e palestrës, edhe tha që po shpresoj që të kemi sa më shumë shikues dhe të kemi një ndeshje edhe më të bukur të mërkurën brëma. Të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje, unë ftoj të vazhdojnë të qëndroni me programin e Pasër Sportiv të Art Motion